E patëm gjetë një kërsh aty afër rrugës, si sot më kujtohet. Aty rruga me asfalt edhe një kthese madhe ka qenë aty, që aty një varë kërshi u lidhshëm në lisa edhe vishëm. 4 veta kemi qenë ajo celula e parë kur i kemi nisë punën me konopa. Jem shkollu për orteqet edhe për alpinizmin. Edhe në atë kohë, sepse unë jam edhe tregtar, si që tregova më herët. Thot, bojmë shtëpia drunit edhe shesim edhe eksportojnë në për Evropë. Thot, në atë kohë punojsha edhe në Brozovicka, pak edhe e kom pas një shok timin që e kam sot prap në kryetar është Mentor Maloko, që është mik i imi i qmushëm shumë, e kam dorë djathtë, realisht. Edhe kemi fillu me i ble do konopa, biles nuk, në atë kohë nuk i gjeshim ato konopa në Kosovë, sepse këta konopa tonë janë ma special, nuk janë. I gjeshmi do cilë t'i bishin prej Zvicrës, edhe asa ta nuk e dishin qka është, cilin na e dishëm edhe ja njefshim vlerën ati konopi. I bleshim shumë lira ata, se ata nuk ja dishim vlerën, po na e dishëm që është shumë i shtrajt edhe është i vlefshëm. Për alpinizm, fillimisht kene me fillu me mentorin me ullshu ka pak, unë të spjegu mentorin ka pak se si bëhet lëshimi militar në Brezovic. E patëm gjetë një kërsh aty afër rrugës, si sot më kujtohet. Aty rruga me asfalt edhe një kthese madhe ka qenë aty, që aty një varë kërshi u lidhshëm në lisa edhe vishëm. Na u pas bashkangjit edhe Ismet Bajrami. Ismet Bajrami në atë kohë ka qenë tashiko, do vjet Ismeti, po ka qenë aktiv me bjeshkatari, me humanizëm, me gjithë shka, do të Ismeti. A i ka qenë speleolog, i certifikum për speleologi. Qa është speleolog? Speleolog dallojnë prej alpinizmit, sepse ata i kanë do pajisje ma ndryshe dhe ata futen në për nëndhe, do thonë në për shpela. Që e mësura dhe qëtashtë, se kom ditë. Edhe ai ka qenë pat bashkangjit, edhe profesori Qerim, që sot e kam në Federatë Skimi. Thot, këta 4 veta kemi qenë ajo celula e parë kur i kemi nisë punën me konopa. Qerim Azizi, Ismet Bajrami, Mentor Maloko edhe une. Edhe këto kanë qenë celulat e para lëvizjet me konop që kemi fillu me i bo. Edhe të lindi ideja, pastaj me mentorin, edhe Qerimin, edhe Ismetin, ishëm të antarësume edhe të shoqata bjeshkatare Prishtina, kryetar Ganiu. Edhe dilshëm në për bjeshk, hecmi, folshmi për alpinizm, folshmi për orteqe, shëshim natyren edhe të e pa nevojen se Kosova qëfar reliefi ka, me bjeshk edhe me gjitha këto bukuri, të thot që krahasot i dikonde edhe me Zvicrën, edhe të e di që një tardhme Kosova pa qare duhet ta ketë një kërkim shpëtim, sepse edhe turizmi nuk zhvillohet pa pas sigurinë. Kështu që aty ka lind ideja tani me formu një klub të ngjitjes edhe lëshimit, cili ka qenë klubi Alpin Dardania.